për sa kohë Shkodra ishte me Bismarckun 11 lojtar. Sa më pëlqej kur një të lojtarët e formacionit Nikol je kishte gjithë lojën nën kontroll dhe dukej që kishte një supermaci ndaj ekipit Vlorës, edhe në terren, edhe në metra, edhe më afër portës, dhe në qarkullim topi. Por momenti golit duhet thonë, i Flamurtarit ishte i gol model. Që nga krosi, nga krahu i majt, ulja shumë e bukur e Pykës, Maksuti. Ulja shumë e bukur, po dhe goditja, ekzekutimi, para në topin tokë fare, vajti një aksion model. Maksuti, gol shumë i lezetshëm. Për të parë. E lojtare i mirë, Ajo që unë nuk kuptova ishte gjaknxetësinë e këtij futbollistit në Shkodrës në atë moment që s'kishte as i rrezik, as te porta, ishte në mes fushës, një ndërhyrje nga mbrapa si në vetvrasje me qëllim. Është vetvrasje me 2 plumba bile, se si tani si e fiton Shkodra kampionatin? Ilir, mi jepi formulë si e fiton Shkodra kampionatin, se ka shumë tifoz. Shkodra e fiton kampionatin vetëm përmes një mënyre. Shkodrës nuk i lejohen ndeshje si e sotmja, se do ndikoj në cilësinë e lojës në ndeshjet më mrapa. Se ti nuk e krijon koezionin dot në një ekip, po qese në një ndeshje jetë tolerant, në një ndeshje jo. Prishet atmosfera, prishet harmonia e lojës, prishet cilësia e lojës, prishet ritmi. Nuk e gjen dot më ritmin e lojës. Në qoftë se Shkodra do të fitojë kampionatin, duhet ta marrin çdo ndeshje seriozisht. Dhe ndeshja e fundit është më e lehtë, le të jetë ndeshje me tek takim. Por ajo është në vazhdimsinë e vet dhe s'ka as frenim psikologjik as ngërç. Nëse Shkodra do bëj këto gabimet, ha pak më e lirshme me Vlorën, ha pak më e lirshëm se pikë kemi, kjo nuk do ta ndihmojë Shkodrën të krijojë stabilitet, dhe ekipet që do vinë më me stabilitet në 5-6 ndeshjet e fundit, ato ekipe kanë prevalencën për të marrë Nikol, kush pëlqen më shumë këtë lojtar dhe formacionet? Kush lojtar? Tani më të vlerësuarin që e kemi në Shkodrë dhe që e mbajnë për mirën është absolutisht Balaj. Po nga këta të rritë, ku pëlqen ai që lu mirë? Ai cili vjetre më shumë. Po gjithë këto duhet suportuar dhe se cili për tyre ka aftësitë e tyre. Jo, thashë mos kishte në një mendim individual. Jo, nuk e kam.